Zoti Ministër, cila është gjendja në gjyqësor në Republikën e Maqedonisë? Deri ku janë reformat në këtë fushë? Vlerësimi juaj. Kështu, fillimisht faleminderit për mundësinë që më jepni të prononcohem për portalin tuaj. Duke pas parasysh të gjitha vërejtje dhe të gjitha raportet për progres të Komisionit Evropian, të grupit të eksperteve të udhëhequr nga zoti Pribe, hu dhe dyshimi se në Maqedoni ka një gjyqësor skajshmërisht politizuar. Mirë po gëzon fakti se në vetë raportet e zotit Pribe dhe në të gjithë rekomandimet për progresin e Republikës Maqedonisë nga Komisioni Evropian konstatohet se regulativa ligjore në Republikën e Maqedonisë në mas të madhe është okej. Në Maqedoni ekziston potencial i mjaftueshëm i resurseve njerëzore për të përballuar dhe për të zbatuar këtë në praktikë. Dhe nga kjo, Qeveria e Republikës Maqedonisë në programën e saj parashë reformim të thellë në sistemin gjyqësor në Republikën e Maqedonisë. Plani 369 parashë reformimin e gjyqësorit. Po ashtu edhe BDI. Kjo ka qenë dhe një nga retorikat më të përsëritura të Bashkimit Demokratik për Integrim gjatë zgjedhjeve të fundit. Cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim? Ashtu si që përmendet edhe ju, unë jam ministër në Qeverinë e Republikës Maqedonisë, por i caktuar nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe unë jam konzistent në qëndrimet e Bashkimit Demokratik për Integrim se në Maqedoni nevojitet një reformim i thellë i sistemit gjyqësor, dhe në vazhdën e kësaj, qeveria më krejt programën e Bashkimit Demokratik për Integrim e ka inkluduar në programën qeveritare, që tani më është program oficiale për punë të qeverisë së Republikës Maqedonisë. Kuadër të kësaj, qeveria tani më keni të njohur hartoi edhe planin aksional të ashtu quajtur 369 në nën kapitullin e drejtësisë, përveç tjerash parashithen në plan afat mesëm, afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë ndryshime në legjislativën në Republikën e Maqedonisë. Në planin afat shkurt, Ministria e Drejtësisë në nën kapitullin drejtësia ka marrë për detyrë që të përgatit propozim ligje të caktuara, propozim ndryshime të ligjeve të caktuara. Dhe si rrjedhoi e kësaj, në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, unë vetëm më kam formuar edhe trupin për reforma, i cili do të ndjek krejt procesin reformues. Gjithashtu kemi formuar edhe grupet punuese të cilët punojnë në hartimin e strategjisë në gjyqësor, i cili teknikisht është gati, pritet të kalojnë edhe filtrat e komisionit, respektivisht trupit për ndjekje të reformave, dhe presim që në konsultim me strukturat e Komisionit Evropian, Qeveria e Republikës Maqedonisë ta aprovon deri në tetor. Gjithashtu janë parapa dhe janë formuar tani më grupe punuese të cilët do të punojnë në krijimin e zgjedhjeve ligjore me çka do të vihet jashtë fuqie ligji për vërtetimin e fakteve dhe masave disciplinore dhe ligjit për këshill gjyqësor. Në këtë mënyrë ne do të kthejmë kompetencat në këshill gjyqësor që të jetë i vetmi trup i cili do të vërteton masat disciplinore për gjykatësit. Me këtë do të mundsojmë pavarësimin e gjyqësorit, mënyrën më efektive të atij dhe që ky trup si këshill gjyqësor të arrijë edhe funksionin e plot të tij, e atë është të mundsoj një sistem gjykata të pavarura plotësisht nga dikimet politike, të cilët vendimet e të cilëve do të bazohen vetëm mbi baza të ligjit dhe profesionalizmit të gjykatësve. Zoti Ministër, kam dhe një pyetje për në fund paksa fragjile, nëse mund ta quaj kështu, për shqiptarët. Përmendëm reformimin e gjyqësorit. A mund të pritet me këtë dhe rishikimi i vendimeve gjyqësore për të cilat opinioni mbar shqiptar, jo vetëm shqiptarët e Maqedonisë, tashmë kanë dyshime të mëdha se janë raste të montuara. Kemi këtu Monstrën, rasti Kumanovës dhe ca raste tjera, siç e përmend edhe një herë, do ta përsëris, shqiptarët, opinioni mbar shqiptar vlerëson se janë të montuara. E kret kjo që e thash më përpara, se të kret plani
krejt aktivitetet e Ministrisë së Drejtësisë, por edhe qeverisë Republikës Maqedonisë janë në drejtim të pavarësimit të gjyqësorit. Dhe ne do punojmë fuqishëm që gjykatat e Republikës Maqedonisë të vendosin mbi baza të ligjit dhe profesionalizmit të gjykatësve. Duhet të potencoj edhe njerë që Ministria e Drejtësisë në bazë të ingerencave të veta do të mundohet që ndikimin e vetë politik të ketë sa më larg gjykatësve, që ato në mënyrë profesionale dhe vetëm duke respektuar ligjin të mund të cilin vendime. Është e vërtet që mbi këto raste hudhet dyshim në opinionin më të gjerë në Republikën e Maqedonisë. Tani më rasti monstra është në duart të gjykatës supreme, pritet dikundi në shtator ka caktuar seancë për ta sjellë vendim në fazë ankese dhe të vendosë se a do të kthej rastin në rishikim. Nga ky moment përsëri në kuadër të shtrirjes së kompetencave të Ministrit të Drejtësisë, unë apeloj tek gjykatësit që në mënyrë profesionale, duke shtjelluar të gjitha faktet dhe mbi baza ekskluzivisht të fakteve dhe të ligjit të sjellin vendimin e duhur. Dhe shpresoj se duke qenur politika larg gjykatave, gjykatësit do të kenë mundësi që të sjellin vendime në interes të zbardhjes së drejtësisë dhe nxjerrjes së fajtorëve përpara drejtësisë. Dhe krejt për në fund, a ka këtë qëndrim i gjithë konstelacionit qeveritar dhe partnerët tuaj që mos të na përsëritet vendosja e gishtave brenda gjyqësorit? Duke filluar që nga unë, po edhe gjithë qeveria, edhe vetë kryetari Ahmeti, edhe kryeministri Zaev, me veprimet e tyre 3 mujore, përderisa është në pushtet ky konstelacion qeveritar, tregojnë se me veprimet e tyre janë pro dhe punojnë fuqishëm që kjo e kaluar ajo në sistemin gjyqësor mos përsëritet asnjëherë. Këtë e vërteton edhe përkrahja e pa rezervë e faktorit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Europa në përgjithësi dhe të gjithë dashamirët e Republikës Maqedonisë. Unë besoj se kësaj radhe politika do të arrijë përfundimisht të pavarëson gjyqësorin. Faleminderit.